Falenderoj përfaqësuesit e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Kulturës që veprën time për lirinë, vërtetën dhe drejtën e kanë shpallur vepra më e mirë publicistike dhe eseistike për vitin 2024 duke i shpërblyer me çmimin Lumoskendo, që është pseudonim i Mithat Frashërit. Çmimi Lumoskendo, me cilin vlerësohet vepra ime në fjalë, është nderim i veçantë që më dhurohet në moshën në të cilën jam. Është kënaqësi e veçantë për mua që këtu, para jush, do të mund të them disa fjalë për Lumoskendon, për Mithat Frashërin. Ai ishte nip i Naimit dhe Sami Frashërit. Ai ishte pjesëtar i shquar i rilindjes kombëtare shqiptare. Ai, përpos me pseudonimin e shumë popularizuar Lumoskendo, ishte i njohur edhe me pseudonimet Maliko Kojka dhe Ismail Malesmoni. Mithat Frashëri, Lumoskendo, ishte personalitet me dhunti, me kërshëri e me ide të gjithmonshme krijuese. Ai ishte veprimtar politik e diplomatik, ishte shkrimtar, publicist, udhëpërshkrues, përkthyes, bibliofil. Ai studioi farmacin, por nuk e përfundoi, dhe nuk e përfundoi në radhë të parë, për arsye se gjithë interesimet e tij, më parë se shëndetit trupor, ja kushtoi shëndetit mendor, më parë se pasurisë trupore shëndetësore, ja kushtoi pasurisë mendore. Fryti për kushtimeve të tij të tilla të hershme, mendore, janë revistat e njohura Liria dhe Dituria. Ai mori pjesë në kongresin e manastirit ku zot kryetar i kongresit dhe nën kryetar i komisionit për hartimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Ai mori pjesë në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë me 28 nëntor 1912, si përfaqësues i Pejës, i Zakovës, i Plavës e Gucinis, së bashku me Recep Mitrovicën, Bedri Pejanin dhe Salixhukën. Ai ishte antar i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes në Paris në vitet 1919-1920. Ai përfaqësoi Shqipërinë në lidhjen e kombeve në vitin 1920. Ai që herët e filloi bashkëpunimin me revistën Albania të Fajkonicës, ku botoi shkrimin e tij të parë kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. E një vit më vonë e filloi bashkëpunimin me Kristol Varasin dhe revistën e tij enciklopedike Kalendari Kombëtar. Kjo revistë, me botim shumë vjeçar e shumë shkrime të Lumoskendos, në vitin 2017 do të botohet në 4 rrëvillime solemne nga Fondacioni Al-Sar. Mithat Frashëri, Lumoskendo. Në këtë kohë e filloi botimin e një vargu vepra shqipe dhe frenzishte, historike, politike, letrare, siç janë Naim Frashëri, jetëshkrim, pritmi i Shqipërisë, popullsia e Pirit, Shqipëria dhe shqiptarët, shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, shqiptarët dhe sllavet, plagët tona, hinj dhe shpuz, letra mbi një udhëtim në Zvicër, e të tjera. Mithat Frashëri, Lumoskendo, njëkohësisht ka shkruar për lidhjen e Pejës, për kongresin e manastirit, për kongresin e Elbasanit, për kongresin e Dibrës, për shkollën e lavdishme normale, për luftën e parë ballkanike, për luftën e parë botërore e për ngjarjet e tjera shumë të rëndësishme historike, kulturore e politike. Ai, në vitin 1926-1939, në Tiranë, hapi librarinë e famshme Lumoskendo, me 40.000 tituj në kohën e komunizmit. Kjo librari u privatizua dhe praktikisht ajo meti pa formuesin e saj, pa ideologun e saj, pa krijuesin e saj, Lumoskendon e lavdishëm. Fatin e tillë të librave të tij, vetë Lumoskendo nuk e provoi. Prej Shqipërisë largohet në vitin 1944 dhe kalon në Itali, e prej Italie në Londër, ku krijoi Komitetin Shqipëria e Lirë. Në vitin 1947, Lumoskendo shkoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse vizën amerikane
e mori në vitin 1949. Mithat Frashëri, Lumoskendo, i lindur 25 mars 1980, u nda nga jeta me 3 tetor 1949, do me thonë në moshën 69 vjeçare, nga një sulm kaldirak gjatë udhëtimit nga Long Island për në New York. Mithat Frashëri, Lumoskendo, nuk la pasardhës e pasardhëse, nuk ishte i martuar. Mithat Frashëri, Lumoskendo, i ndarën nga jeta, sot prehet me lavdi të mshueshme historike në barë kombëtare në Tiranë, në Tiranën, në kryeqytetin e Shqipërisë, në të vërtet në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve, ku do janë ata sot, duke i ashtuar ashtu përjetësisë, amshimit, duke i ashtuar ashtu përjetësinë, amshimin e tij, amshimit, përjetësisë së familjes zë madhe të frashëriotëve.